Është një farë paralele mes një engjëlli dhe një djalli. Kini nanë biologjike që e kalon, edhe tash e ki këtë nanën tjetër që e ka but pamundurën për një fëmijë që edhe nuk është i saj në aspektin biologjik, më jam mundsu me jetu. Se sa çka më thu mu për jetën. Është një realitet shumë i vrasht. Çdo njeri momentin që i shet duke ndodhur ose veç e kupton që ka ndodhur ky proces, menjëherë hidhemi në konkluzione të cilat dikën e fajsojnë, dikën e arsytojnë. Domethënë është një farë paralele që e tërheq menjëherë mes një engjëlli dhe një djalli në të njëjtën kohë. Por mësimi ma i vlefshëm ndoshta krejt kësaj çështje që gjatë punës tonë kemi arrit me kuptu është që nënat nuk gjykohen në ne. E dyta, shpeshherë ajo e sheh mbrojtjen e fëmisë këtë formë. Do thonë mrinë qasi pikë sa edhe mbrinë në pikë të tillë. Pelo se të mbroj. Po, strehimi familjar është formë e mbrojtjes së fëmijëve. Ka të tilla që pavarësisht se plotësohen kriteret për marrjen e të drejtës prindërore, ajo nuk jek dorë. Nuk jek dorë, se thot herdo kur që unë jam e gatshme edhe kur unë të stabilizohem ose rehabilitohem nga çfarë do fati që mund të ketë pas ajo, thot unë kthehem edhe i marr fëmijët.